Flamuri apo muzika, cila ndez më shumë një fest? Festa 28 nëntorit, flamuri. Byrek me djath apo spinaq? Me mish. Më shumë pëlqen. Kush është më emocional në 28 nëntor, ju apo publiku kur ju organizoni një event? Ne si kryesi që qysh. Më thuaj 3 gjëra që nuk mungojnë kurrë në një fest që organizoni ju. Vallja, muzika edhe atmosfera e mirë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Këndvështrim 360 gradë. Sonte kam kënaqësinë që të kem të ftuar një zonjë që është shumë e dashur në komunitetin shqiptar këtu në Kanada. Bëhet fjalë për zonjën Leonora Abdullahu, e cila është kryetare e shoqatës së shqiptarëve në Hamilton, e cila me punën, vullnetin dhe zemrën e saj ka ruajtur kulturën, identitetin e kombit ton në Hamilton. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma Tila, mirë se u gjej. Do doja që të përshkruanit pak veten tuaj ose ta prezantonit për ata që ju shohin për herë të parë. Si e karakterizoni veten ose si e prezantoni veten për gjithë ata që do t'ju shohin sonte. Faleminderit. Jam Leonora Abdullahu, kryetare e shoqatës shqiptare të Hamiltonit, kryetare e kësaj shoqate që nga viti 2024, anëtare e pjesëmarrëse e kësaj shoqatës që nga fillimi. Në aspektin si studenten në fillim, mirë po tani të angazhu se të cilën herë më shumë deri në arritjen e pozitës së kryetares. Kam ardhur në Kanada që e vogël, 5 vjeçare, si refugjate gjatë luftës së Kosovës. Edhe pothuajse jam rrit në Kanada, mirë po i mbajmë shumë lidhjet me vendlindje, shkojmë shpesh, vizitojmë shpesh, kemi shumë shoqëni shqiptare këtu, edhe që mirëm me komunitetin, edhe kjo më mban shumë që të jem tamam shqiptare kanadeze. Kur ishte momenti që ju vendosët ose i thatë vetes që unë do merrem me komunitetin shqiptar këtu në Kanada, pra do jap kontributin tim? Kujtoni atë moment edhe çfarë ju shtyti që ta merrni këtë vendim? Ka ardhur sikur lloj propozimi më së pari që nga anëtarët e kryesisë që veç kanë vendosur me shpall një si shoqat, si komunitet i organizuar. Dhe ata më kanë pa mu si studente, duke arritur gjëra në Kanada, edhe më kanë propozuar që të mirëm me shoqat që të angazhoj sa më shumë studente, edhe që të shohin që të gjithë se çfarë vlere ka që të mirësh me komunitetin shqiptar në Kanada. Nëse kthemi pak pas në kohë, ju më thatë që keni ardhur si emigrante gjatë viteve të luftës në Kosovë. Si kujtoni ato ditët e para që mbritët në Kanada, cilat ishin sfidat me të cilat ju desh të përballeshit në atë kohë, edhe pse një fëmijë i vogël i bie? Po, ashtu, edhe nuk është që kam shumë kujtesë të mirë gjatë asaj kohës, me që se kam qenë shumë e re, mirë po në fillim e kujtoj që si çdo emigrant, nështë kjo koha e integrimit ka qenë pak më e vështirë, si fëmijë unë kam fillu drejt në klasë të parë në shkollim, gjatë vetë që kemi ardhur, edhe për mu ka qenë një asimilim shumë e vështirë, së pari ka qenë gjuha, tjera ka qenë edhe shoqënia, edhe e kam ndi veten që nuk jam në rreth që e njoh, edhe si fëmijë kur është kështu pak si outsider, është shumë vështirë të integrohesh, mirë po kjo ka kalu shumë shpejt me kohë, në fakt që nuk e mbaj mend as një kohë që nuk e kam folë gjuhën anglishte. Dhe me thonë shumë shpejt ka ndodhur sanet për ka kjo anë që kam mësu gjuhën, si normal që fëmija e mësojnë shumë lehtë gjuhën, po nuk e kujtoj atë kohë që nuk kam ditë me folë anglisht dhe tash folje. Dhe me thonë ka ndodhur shumë shpejt sanet. Nuk është që ka qenë një periudhë gjatë e integrimin. Më pas, si grua emigrante, cilat ishin sfidat që ju keni hasur? Ose që hasni në përditshmëri? Si grua emigrante, fatmirësisht nuk është që e ndi veten shumë që kam gel në atë aspekt, për shkak që me të vërtet jam rritë këto, do me thonë shkollimin e kam bërë këto, karierën e kam bërë këto, jam shkollu së pari në McMaster këtu në Hamilton, edhe tani doktoraturën e kam përfundu në McGill University në Montreal, në shoqënit kanadeze, në akademi kanadeze, edhe nuk më folë për atë pjesën si një grua emigrante, se fatmirësisht e kam këtë provojën që jam rritë në sistemin akademik kanadeze dhe nuk është që e ndjej shumë veten që kam pas shumë sfida në atë aspekt.
Po si grua, çfarë sfidash? Si grua tash, si sfida të çdo gruaje. Së pari, unë kam kryer studimet në degën e kimisë. Është një degë teknike, është degë që shumë është më mashkullore se sa femërore. Shumë një përqindje vogël e kryen këtë degë femna. Do me thonë, kam një vetën se gjithmonë do të me dhanë sa ma shumë për me arrit diçka edhe dikon, edhe nështë për këtë arsye mënu me kone angazhu me shumë do aspekte, jo veç me shkollim, po edhe jashtë shkollës me angazhime si kjo, që me qenë sa ma e gjithanshme, që me mendu që kam arrit diçka. Dua të ndalim pak tek shoqata. Shoqata në përgjithësi në Kanada kanë histori, kanë njerëz, kanë sakrifica. Çfarë mund të themi për shoqatën e Hamiltonit? Si u krijua ajo? Edhe çfarë ndjesish keni patur ju fillimisht kur jeni bërë pjesë e saj deri në momentin që u shpallët kryetare? Shoqata e Hamiltonit u formu shumë në mënyrë organike. Kanë qenë një shoqëri e ngushtë, e vogël. Se në Hamilton faktikisht kemi qenë si komunitet jo shumë i madh, po shumë i afërm. Shumica jemi me prejardhje nga Kosova, shumica me qatë prejardhje nga lufta, dhe me thane kemi një eksperiencë të njëjtë. Nga kjo eksperiencë ka lindë nevoja për një komunitet të organizuar. Edhe në ato fillime kanë qenë shumë punë vullnetarizmi, që të organizohemi, që të bashkohemi, që të kemi qëllimet e njëjta për me mujt me arrit një nivel ku ne mund të mbështesim njëri tjetrin si shqiptar në Kanada. Në atë fillim, me të vërtet kanë dhënë shumë komuniteti shqiptar në Hamilton vullnetarisht, sa që me mbrit jo vetëm me qenë të organizuar si shoqat, po që ka qenë shumë me vlerë për neve është që kemi mujtë mu organizu për me vlerë një lokal që ta shërben si shtëpi shqiptare në Hamilton. Edhe kjo ka qenë krejt të gjitha me ardhnat e lloj fundraising apo sponsorship që kanë dhënë bizniset shqiptare në Hamilton. Edhe fatmirësisht janë mbledh fondet për me ble një lokal ku sa shfrytëzohet si shtëpia jonë në Hamilton. Më korrigjo nëse kam gabim, po Hamiltoni është qyteti i parë që ka krijuar shtëpinë e shqiptarit, po them? Fizikisht në atë aspekt, po. Po. Çfarë vlerë dhe çfarë rëndësie ka kjo për gjithë komunitetin? Pse është kaq e rëndësishme që ne ta kemi një shtëpi shqiptari pothuajse në çdo qytet ku të mblidhen të gjithë komuniteti? Është gjë e mirë që çdo shqiptar në Hamilton mund të ndihet që e kam një vend ku muj me shku edhe mi përjetu këto përvojat e kulturës që më takojnë mu si shqiptar. Dhe me thonë, aty flitet Shqipja, aty kemi flamurit, kemi çdo lloj të artefakti që vlerëson historinë, kulturën, traditat tona si shqiptar. Po ashtu edhe shërben si një vend ku mund të mblidhen me shoqëri. Po jashtë kësaj është edhe ku organizojmë shumë, jo mramje, po naja si të vogla, po kemi prit edhe figura publike shqiptare, po ashtu diplomatike, kemi pritur shumë mustafir nga bota e shqiptarëve, po kemi pas mundësinë që t'i presim në shtëpinë tonë në Hamilton. Edhe çdo shqiptar e ka atë ndjesinë që njihemi për hospitalitet, edhe kemi qef mi prit njerëz të shtëpitë tonë, edhe tash të kjo shërben për neve si një vend ku muj me zhvillu këto. Ju më përmendët që keni pritur personalitete, diplomat. Si ka qenë bashkëpunimi, po them, me konsullatën e Kosovës, që keni dhe më afër këtu, me konsullin e përgjithshëm që kemi aktual? Ka qenë një ndihmës, një bashkim, një shtys? Çfarë ka bërë ndryshe nga të tjerët që ndoshta kanë ndikuar për mirë edhe në shoqatën tuaj ose në komunitetin e shqiptarëve në Hamilton? Po, tash në fillim ka qenë ambasada e Shqipërisë e Kosovës në Ottawa që kanë ndihmuar shumë në këto zhvillime, mirë po kur u hap edhe konsulata e Kosovës në Toronto, kjo fizikisht lokacion shumë më i afërm edhe kanë ndihmuar shumë për me qenë më të lidhën këtë aspekt. Edhe falë këtyre kemi pas mundësinë që t'i ftojmë këto figura publike.
edhe muj me thonë që sidomos këto 2 vitet e fundit që mirë unë më shumë me konsulin Zotri Kadri Dokaj kemi një marrëdhënie shumë të mirë dhe ai është shumë mbështetës për çdo angazhim që kemi nevojë ne, mirë po edhe nga ana e tij ka shumë do ambicie ideja sa më të mira për mu integru ne si shqiptar, si kosovar shqiptar në shoqërinë kanadeze. Edhe është një vlerë shumë e madhe për neve që i kemi dikon të tillë, edhe shpresojmë që kjo veç vazhdon të zhvillohet si marrëdhënie mes shoqatave tjera në rajon, me konsulatën edhe me ambasadat. Ju më përmendët që keni afërsisht gati 2 vite që jeni në krye të kësaj shoqate. Si u zgjodhët? Ishte vullnet, rastësi apo jura shorti? Si funksionon? Ne mbajmë zgjedhje çdo 2 vjet, do të thonë çdo kryesi ka mandatin 2 vjeçare. Kur u formu shoqata në vitin 2010, që nga ajo kohë çdo 2 vjet mbahen zgjedhje, edhe në ato zgjedhje mundet mu paraqit çdo kush që është antar i regjistruar i Hamiltonit. Paraqitet edhe është sistem votues ku njerëzit së pari nominohen nga komuniteti për me qenë pjesë e kryesisë apo bordit, edhe tani aty po të njëjtën ditë në zgjedhje e bajnë procesin e zgjedhjeve të 19 antarëve të bordit. Hera e parë për mu që kam qenë pjesë e bordit, së pari u kanë si studente. Ajo kanë kështu veç në aspektin nominus, nuk jam votu, mirë po tani kam qenë antare e kryesisë edhe 2 herë të tjera, një herë si nën kryetare. Tani kam bërë pak pauzë për shkak të studimeve të larta edhe punës që kam punu në Amerikë, jam kanë larg vendit edhe s'është që kam mujt me ndihmu shumë. Mirë po tani kur u ktheva në Kanada, pata kohë më shumë që mu mirë me këtë punë edhe jam zgjedh sipas votave, do të thonë me numrin më të madh të votave datë ditë, edhe tani 19 persona që zgjedhëm për kryesinë, e bajmë edhe vetë procesin e nominimeve për kryetar, nën kryetar, arkatar edhe sekretar. Ju jeni gruaja e parë, po them, që jeni zgjedhur kryetare e shoqatës Hamiltonit, por edhe ndër gratë e pakta po them që marrin drejtime të shoqatave ose të organizimeve të rëndësishme. Sa e vështirë është për një gruaj që të balancojë të gjithë aktivitetin e saj për komunitetin mes familjes, punës? Pra, si e menaxhoni të gjithë këtë dhe çfarë lehtësish keni ose çfarë pengesash keni në krahasim me burrat, po them? Është temë shumë e mirë. Fillimisht nuk është që i kam pa këta shumë si sfidë, mirë po tani është pak koha që jam zgjedhë si kryetare, ka qenë një kohë po ashtu në jetën time personale shumë e angazhuar. Do të thonë jam kyçur në karrierë, jam martu vjet, do të thonë gjatë mandatit tim, edhe tash po pres bebën e parë. Do të thonë shumë faleminderit shumë. Shumë gjana në jetën personale që ndoshta nuk më lejojnë ta japim atë 100% për të cilën kam mendu që muj me dhanë gjatë kësaj kohe, edhe tash më shumë e vrej se ka disa gjana që e kemi na spari bekimin si gru që t'i përjetojmë këto gjana, mirë po nënën e angazhimeve të tjera, normal që kemi pak ma shumë hurdles, kësi barriere që e kemi pak ma vështirë me të i kalu. Do të me kanë shumë e angazhume si nga ana e punës time, karrierës, që do të me kanë pa tjetër e angazhume, kohën për familje, tani edhe kohën për angazhime me kryesi. Do me thonë, është shumë vështirë me menaxhu, do të me kanë shumë e kyçne, edhe po e rëndësishme është me pas edhe mbështetjen. Fatmirësisht jemi një kryesi në shoqëni e mirë mas pari, edhe e kam mbështetjen e tyre sa që kur nuk kam mundësi të mirë me një punë, kemi nën kryetarin, kemi antar tjerë të bordit që të gjithë janë të gatshëm për me dhanë punën
edhe eksperiencën e tyne për mu zhvillu, mos me met keq ndaj program i joni që i kemi. Perceptimi tek publiku është që shpesh herë diasporën sikur e mbajnë gjallë burrat, sepse burrat shfaqen më shumë në aktivitete, në festa, por si qëndron e vërteta, sepse ne si gra duam të mendojmë që janë gratë ato që mbajnë dy barra, po them edhe barrën e familjes edhe të komunitetit, se po nuk deshin gruaja sikur nuk bashkohesh dot me komunitetin. Si ndodh kjo në realitet, ju që jeni e përfshirë në jetën komunitare, po them? Është shumë pyetje e mirë, se që kam pa nga përvoja ime, une për veti, ndoshta tu e pas këtë përvojën tani, nuk është që kisha dëshiru vetë të jem kryetare apo fytyra e shoqatës, kam qef me punu në background. Edhe që kam folë me shumë do kolegët mia, ajo është e vërteta e tyne po ashtu. Nuk e di, nashta është diçka ka ana e personalitetit, që burat shqiptar nashta janë ma të, ma extroverted, ma e kanë letë me dal, me fol, me lidh njerëz, kurse ne si femna kemi qef punën e krym, që se punën e krym tepër mirë, po sa jemi të hapne për me angazhu të tjerë si që mujnë burat, nështë nuk jemi bashkë aty. E kum vrejt une që atë daloj shumë prej kryetarëve të kaljum në Hamilton, është që për organizimet tona, shqiptarët kanë nevojë shumë me i lutë, me i thirrë, me i thonë hajde dilni se bëjna një nej, edhe kemi nevojë për mbështetjen e juve. Kryetarët që kanë ardhur para meje, kanë pas mundësi dhe kanë pas rrethin edhe rrjetet që nuk e kanë pas problem me thirrë dikon në telefon me thonë hajde kena me bërë qëta, gjithçysh dush me qenë prezent, edhe personalisht i kanë ftu shumë njerëz kështu. Unë për vetin nuk është që kam pas mundësi me bërë këtë gjë, sepse burrat funksionojnë ndryshe, burrat i mbarojnë punën në kafe, ndërsa gratë i bëjnë pak më të strukturuar. Ndoshta kjo ka ndiku të angazhimit të tjerëve, po është çështje personalitetesh, nuk e di. Po këtë kam vrejt që ka dallim, nuk e di pse, kemi nevojë për ma shumë gratë që angazhohen, që dalin, që ftojnë njerëz, që afrojnë njerëz. Sigurisht që kemi nevojë, shpresojmë që ndoshta me gjenerata të reja, kjo është diçka që mund ndryshojë dhe mund me përparu edhe femna. Si ka ndryshuar komuniteti shqiptar në qytetin e Hamiltonit, po them, ku ju keni dhe eksperiencën dhe e njihni më mirë ndër vite? Pra, çfarë ndryshimesh vini re? Janë më të tkurrur, më të tërhiqen më shumë drejt aktiviteteve që organizojnë shoqatat, ose janë më të bashkuar në komunitet, duan të ruajnë traditat, kulturat, kanë një stepje ose një largim prej tyre, si e shikoni ju? Është pak e gjithanshme, sepse ndo aspekte e vrejt që njerëz janë pak ma tërhequr, kurse në rast të tjera janë ma të angazhuar. Janë ma të tërhequr për nga ana që për shembull për marrë që mbrëmje që i majnë për mbrëmje festive, nuk është numri musafirëve, nuk është afër aq i lartë sa që i kemi pas numrat para për shembull 5-6 viteve. Kemi pas një nivel shumë të lartë të familjarëve që vishin në mbrëmje, tash ka ai numër. Do me thonë çat aspekt janë tërheq njerëz, nuk është që ndoshta janë unë që shoh është për shkak që familjet janë rrit. Fëmija janë rrit, janë kyç në shoqëni kanadeze pak ma shumë, edhe nuk e kanë atë nevojën ndoshta të ndihen pjesë e një komuniteti, që e kemi pas na si gjenerat ose prindë mi për shembull, në atë fillim. Edhe nga ana tjetër është që tash të bëjmë më accessible, njerëzit udhtojnë, shkojnë më shpesh në vendlindje, i mbajnë ato, jemi shumë më të lidhen, është interneti, jemi shumë më ngjarje me sene që ndodhin në vendlindje, e kështu që ndoshta nuk e nina të nevojë për me qenë pjesë e komunitetit. Për atë arsye mund me kam pak më tërhequr. Mirë po, çka e shoh dhe çka më pëlqen me pa është që rinia po kyçen se thon herë më shumë. Edhe kjo është shumë e mirë. Për shembull, ki rini këto që kanë lind këto, e kanë 2 prind ose 1 prind shqiptar, edhe ata e vrej që kanë qef mu bëha pjesë e komunitetit, kanë qef me njoftu gjuhën, kanë qef me njoftu traditat, valltarët e kemi për shembull grupi i vallëve flutrat në Hamilton, ato janë
djemë dhe vajza shumë të ri në Kanada, po gjithë që kanë qef edhe me vullnet e bajnë këtë punë me qenë pjesë e komunitetit. E kjo është tanë shumë i mirë, që do me thonë gjenerata e re, po vjen se cilën herë më shumë të angazhu. Cilat janë disa nga aktivitetet që organizon shoqata juaj gjatë vitit edhe cila prej tyre është më e dashur, po them, për publikun ose për komunitetin? Po, i kemi këto mbrëmje që i majmë për festat kombëtare, pavarësinë në Shqipërisë në nëntor, pavarësinë në Kosovës në shkurt, dita e grave në mars, edhe pikniku familjar në pranver apo ver. Këto janë eventet tona më të mëdha, mirë po tani zhvillojmë edhe programe më të vogla, sa i përkasin, më me thonë, lloj hubi të komunitetit tonë, edhe këto zakonisht zhvillohen në shtëpinë tonë. Kemi turnire shahut, turnire golfit, turnire futbollit, sipas intereseve të anëtarëve të komunitetit. Eventi që është gjithmonë më i preferuar, fatmirësisht është dita e grave në Hamilton. Kjo është një arritje shumë e mirë për neve, do me thonë në rajon njihet 8 marsin në Hamilton si një ndër nejat më të mëdha që zhvillohen. Si rekord një vit kemi pas nivelin e musafirëve ka qenë gati rreth 900 femra. Do me thonë vetëm femra. Kjo është një arritje shumë e madhe edhe si femër normal që më pëlqen që është eventi jonë më i suksesshëm. Edhe mua më pëlqen që të paktën është një fest që përkrahet më shumë nga gratë, duke qenë se gratë ekspozohen shumë herë më pak. Ju më përmendët pak faktin që të rinjt kanë qejf që të përfshihen, por a keni ju programe ose projekte konkrete si një mënyrë për të tërhequr rininë shqiptare të qytetit të Hamiltonit, po them që të përfshihet sa më shumë në jetën komunitare? Po, kemi disa programe, po jo aq konkrete sa që kemi dëshirë dhe ka nevojë. Është shkolla shqipe që organizohet çdo vit. Edhe mirë po kjo është për mosha më të reja, besoj që nga klasa e parë deri në klasën e 4 apo 8, nuk jam shumë e sigurt. Po kjo është zhvillim që mbahet që nga viti 2013, mos gabofsha, është shkolla shqipe në Hamilton. Tjetra është grupi i Vallev, që po ashtu është formuar rreth viti 2013. Edhe kjo angazhon shumë më shumë të vajzat reja, po tash kemi fillu të angazhon edhe djemt për fat mirë. Këto janë dy angazhime që i tërheqin rinin më shumëte. Gjithmonë kemi pas në plane edhe me kryesi të kaluara me zhvillu një mramje për rini, të me thonë një manifestim mramje pari ku shumica janë vetëm të ri. Nuk kemi arrit me zhvillu diçka të tillë, ka nevojë për diçka të tillë ku të rrit mujnë me dalë dhe mu socializu me njëri tjetrin. Çka kemi pas interesim më shumë të kohën e fundit është mi angazhu të rit nga ana akademike, se e kam thënë edhe disa herë në intervista tjera, po tashmë mas 25 vitet në Kanada e kemi një gjenerat studentesh që kanë kalu sistemin akademik në Kanada edhe kanë përvoja të mira, janë kyçur në karriere me drejtimet të tyre me sukses edhe kanë përvoja për t'i ofru gjeneratës së re. Për shembull, unë kur ka ardhur koha mu regjistru në studimet të universitetit, nuk është që kam pas dikën në shoqëninë shqiptare, ku mund të drejtohem edhe me pyet se çysh u kanë eksperienca jote me fakultete, me kolegje dhe me marrë veç inspirim apo mbështetje. Tashmë e kemi këtë, edhe rinia shqiptare kanë shumë persona ku mund të drejtohen me pyet për përvoja, eksperienca edhe ndihmë nga dikush që është shqiptar, po në sistemin akademik këto. Kjo është një vlerë shumë e madhe, po kam pas dëshirë me zhvillu si event gjatë mandatit tim, fatkeqësisht s'kam arrit me zhvillu ende, shpresojmë që ende ka kohë, ndoshta vitin e ardhshëm, ose se jo me kryesinë e re që zgjidhet në prill. Për mendimin tim është shumë një zhvillim që duhet bëhet. Cili është një nga projekt ose një risi që keni planifikuar për vitin e ardhshëm? Kjo ishte që nga fillimi i mandatit me zhvillu një career night. Po sa mund të arrim, shpresojmë që të arrihet sa më shpejt, se me të vërtet ka nevojë.
Ne jemi në muaj nëntor, që është muaj i trashëgimisë, është muaj që ndes zemrat e shqiptarëve, pra kur bëhet fjalë për 28 nëntorin, të gjithë jemi në këmbë dhe kur jemi dhe në diasporë, nuk e di po bëhemi më shumë patriot në këtë muaj ose në këtë ditë. Si festohet festa e 28 nëntorit në Hamilton dhe çfarë bën atë të veçantë nga qytetet e tjera? Festa e 28 nëntorit në Hamilton është të mbajtë që nga zhvillimi i shoqatës, do të thonë shoqata është zhvilluar faktikisht me 28 nëntor 2010. Edhe kjo ka qenë manifestimi i parë i madh i kryesisë tonë. Çdo vit pritet me shumë padurim sepse po ashtu është edhe festa e parë e kohës festive. Edhe ka qenë si për mena si komunitet jemi shumica me prejardhje nga Kosova, mirë po në fillimet e kryesisë nuk ka pas Kosova pavarësi, na e kemi ditë festën e pavarësisë së Shqipërisë se kjo ka në vetmja dhe kjo ka në çka e kemi prit na më së shumti dhe kemi angazhu me kënaqësi. Çka e veçson në mbrëmjen tonë është programi artistik. I kemi vallëtarët tona që na kënaqin me ballën e tyre çdo vit. Edhe përpara kemi marrë edhe recitime, kjo ka qenë një program shumë i mirë për mua, ka pëlqyer shumë, i angazhoj shumë fëmijë e ri në moshë të re për me recitu poezi kombëtare, muzika popullore tradicionale. Zakonisht ftojmë artistë nga çfarë do troje shqiptare për mbrëmje. Kemi pas gjatë viteve kemi pas artistë shumë të mëdhaj ndër vite. Edhe kjo besoj është një nga veçoritë që ka qyteti i Hamiltonit në mënyrën se si feston. Tani duhet ndalim pak në aspektin personal. Cili është një emocion ose diçka që keni përjetuar me shumë emocion gjatë një feste flamuri, po them, ndër vite, që nga momenti që keni qenë emigrante në Kanada? Se emigrante duket çik si fjalë e rënd tani për ju, ndërkohë që ju jeni asimiluar shumë mirë këtu, po. Ka qenë interesante për mua me përjetu se si u prit pavarësia e Kosovës në diasporë kanadeze. Sidomos për dikon si unë që vetë kam ikë se refugjate nga Kosova, është një ditë edhe një festë që u prit shumë me padurim. Edhe atëherë, edhe pse kam qenë shumë e re, e kujtoj se një kohë ku unë e kom pas shqiptarët më të bashkuar se asnjëherë. Edhe hala nuk kanë qenë të bashkuar asnjëherë si atëherë. Ka qenë një eksperiencë tepër emocionuese. E ka bashku të gjithë shqiptarët. Në Hamilton e kemi pas të paradën me kere që kanë qarkullu në përqytet, qatë që ka pas gëzime edhe festime atit për pavarësinë e Kosovës. Duke qenë se ne jetojmë në Kanada, a bëhet pjesëmarrës edhe komuniteti kanadez, qoftë në aspektin politik apo njerëz të thjeshtë të komunitetit që të përfshihen në këto festime që ka komuniteti shqiptar? A kanë festa dhe a janë të pranishëm ata, si e shohin këtë festim që bën komuniteti shqiptar? Në Hamilton kemi ftu në të kaluarën fytyra publike, kemi ftu kryetar të komunës të Hamiltonit, kanë qenë pjesë e mbrëmjeve tona, kanë dhënë fjalime në mbrëmjet tona, kanë dhënë mbështetje për komunitetin shqiptar. Po ashtu që 2 vite mbajmë ngritjen e flamurit në City Hall të Hamiltonit, edhe kjo është prit shumë mirë. Vitin e kaluar kemi pas kryetaren e Hamiltonit aty, me shumë mbështetje, se cilën herë më shumë po rritet numri i shqiptarëve që dalin për ngritjen e flamurit, edhe kjo e ngritat nacionalitetin pak më shumë çdo herë. Do të ndalemi pak tani në aspektin personal, po them të zbulojmë pak më shumë nga bota juaj si grua. Cili është kujtimi më i bukur që keni nga vendlindja juaj? Wow, të mendojmë pak. Kujtimi më i bukur, që më sjell në mend kjo pyetje është gjithmonë natyra. Kur shkojmë, po them Kosovë, mirë po çdo herë që shkojmë Kosovë, vizitojmë edhe Shqipërinë. Kur kam qenë më e re, shkojshim me familje. Unë kam 2 prindë edhe 2 vllazën.
Edhe çdo herë që shkojshim e bëjshme si ekskursion në rajon. Edhe këto më kalon mas shumë të përshtypje se mundemi me bë një road trip, po thojmë, 2-3 ditë, 4 ditë, edhe në për çdo kënd të Kosovës, të Shqipërisë, të Malit Zi, nuk e di që kam pa qasi bukurie në event tjetër, qas bukurie natyrore. Kam fatin që kam udhëtu në për shumë vene, në për botë gjatë viteve me shkollim, po ashtu edhe me punë, mirë po kjo bukuria natyrore që sjell vendlindja jonë është e pakrahasueshme edhe kjo gjithmonë më lën përshtypje. Më lën përshtypje se jetojmë në Kanada, një vend shumë i madh fizikisht, mirë po pejsazhet, natyra nuk ndryshon shumë. Mundesh me vozit me orë të tëra edhe e ki njëjtë pejsazhin çdo herë, kurse në Kosovë, Shqipëri, janë vene shumë të vogla, mirë po qatë shumë ki ndryshim të pejsazheve, të natyrës, sa që shumë lajmë përshtypje. Edhe shumë njëm krenare që kur kthehem këto shoqënisë kanadeze mu mi tregu që hej, çfarë vende kemi ne në Kosovë. Edhe vjetë kur kemi bë darsmën me burrin, kemi vendosur me bë darsmën në Kosovë. Edhe kemi ftu shoqëninë, domethënë kanadeze prej këtuit, kam pranu me ardh edhe krejt çka kanë ardh për herë të parë në rajon, e kanë lënë përshtypje shumë të mirë. I ka pëlqy natyra, i ka pëlqy vendi, i ka pëlqy kultura, edhe gjithë kanë thonë se pa tjetër që do të kthehen në atë vend dhe janë shumë falenderues që i kemi dhënë në arsye me darsëm që t'i sjellin që ta vizitojnë. Cila është kënga shqiptare që ju prek më shumë kur e dëgjoni? Janë shumë. Se di pse Ilir Shaqiri po vjen të mend. I ka shumë këngë të emocionuese. Nuk është më të qenë dëgjova kjo është Poçari? A është Poçari këngë e Ilir Shaqirit? Vajta në Istanbul. E kjo është një këngë që çdo herë që e dëgjoj, sjell shumë emocion. Ka të bëj me rastin e shqiptarëve që kanë ikë në atë kohë, edhe ndodh një rast, edhe ai i dyqanit i bjen heshtazi me shajt këtë Poçarin, po, edhe mirë po ky gëzohet që e shajt dikush shqip. Është shumë interesant. Cila është sakrifica më e madhe që ke bërë në heshtje për komunitetin shqiptar këtu në diasporë? Në fillim kam bërë, si studente kam bërë shumë sakrifica, se jam kanë shumë e angazhume nga ana e shkollës. Mirë po çdo herë ka njerë mendoj që jam mundu ma shumë si aktiviste e bordit para se me qenë kryetare, se sa tani, se tani me të vërtet ma kanë kalu dhe gjëra tjera. Mirë po në atë kohë si studente edhe isha larg, Montreali është 6 orë nga Hamiltoni, mirë po çdo 3-4 javë, sa herë që kishim festa, angazhime, unë e visha këtu për me qenë prezente në mbrëmje. Edhe atëherë nuk më do këtë diçka shumë e madhe, sepse e bëjsha shumë me vullnet, po kur e kujtoj atë kohë, me të vërtet që kam dhënë shumë kohë personale për komunitetin. Ma përshkruaj me 3 fjalë komunitetin shqiptar në Hamilton. Me 3 fjalë. I bashkuar, krenar, edhe benevolent. Është fjalë që përkthehet, po njerëz që japin shumë me vullnet. Si e shkoni komunitetin shqiptar pas 10 viteve? E shoh që jemi më të integruar se në shoqëninë kanadeze, edhe kjo më pëlqen shumë se e shoh mundësitë për të zhvilluar si komunitet shumë më shumë. Përpara jemi kanë më i mbyllur si komunitet, i kemi mbajtë, domethënë, nuk është që jemi kanë aq të integruar, tash që kemi mundësinë për mu përhap si komunitet që me pa edhe shoqënia kanadeze si përmenet ti edhe politikant edhe të tjerë që jemi një komunitet shumë i fortë në Hamilton edhe kemi shumë për të ofruar edhe shoqërisë kanadeze.
Çfarë do të thoshit një familje të re që sapo ka zbarkuar, po them, në Kanada, apo sapo ka ardhur? Keni dure? Dimni ka me qeni ftoft. Mirë po, shoqënia është e ngrohtë. Edhe kjo më pëlqen shumë se shoqënia shqiptare në Kanada është shumë më e ngrohtë se që kam përjetuar në diaspora tjera, për shembull në Europë. Edhe besoj që kjo i ndihmon shumë të rive që vinë në Kanada, sepse ka nevojë njëri për komunitet, ka nevojë për mbështetje, edhe në përgjithësi jemi shumë gatshëm për me ofru këtë mbështetje për emigrantë të ri. Mirë po, është shumë vështirë, nga mendimi jem, për me ardhë dikush, për mu ka qenë lehtë se kam marrë shumë e re në Kanada, nuk është që kam pas zgjidhje, edhe jam rritë po thuajse këtu, nuk e shoh si sfidë. Por dikush që vjen që u shkollu, u zhvillu në Kosovë apo në Shqipëri edhe vendos me ardhë në Kanada, mu më do këtë shumë më vështirë. Është shoqëri krejt ndryshe, është sistem krejt ndryshe, edhe vështirë të integrohesh. Mirë po, i vlerësoj shumë këta që i bëjnë këtë hap, sepse dhe me thonë që e ka një qëllim që dojnë me arritë edhe e bëjnë shumë me vendosmëri. Me vendosmëri, po. Cili është një mesazh që do jepnit për diasporën shqiptare, po them, këtu në Kanada, për të bërë diçka ndryshe, për të qenë më të bashkuar? Çfarë mendoni ju se duhet të bëjnë? I kisha lutë që të kyçen sa më shumë me shoqatat e organizume. Është fakt që është kjo personat që janë angazhu, si thënë herë me komunitet, me kryesi, janë shumë herë të njëjtit. Po e di që ka njerëz me përvoja shumë të mira, përvoja tjera të ndryshme, edhe kanë ideja, kreativitet, edhe ne kemi nevojë për këta persona. Kështu që i lus ata që të kyçen sa më shumë me shoqatat në qytetet e tyre, edhe të japin këto ideja, të japin vullnetarisht një frymë të re në kryesit, në bordet, në shoqatat, në rajon, se vend vërtet kemi nevojë. Këto manifestimet i bëjmë çdo vjet, nuk është diçka e re, ngritjet e flamurit në Hamilton, në Toronto, është diçka që është zhvillu me kohë gjatash, po me të vërtet kemi nevojë për programe të reja, edhe kjo vjen nga një frymëzim i ri, dështa me thonë një gjenerat e re të aktivistëve. Kështu që i lusë të gjithë që janë të interesume, që kanë ideja, kreativitet, që të ofrohen shoqatat në qytetet e tyre dhe të japin këto, të shprehin këto mendime. Unë të falenderoj shumë që isha me ne dhe me shikuesit e Këndvështrim 360 gradë. Faleminderit juve, vjen mirë shumë. Faleminderit.